Ekonomia shqiptare pritej të kishte një trend pozitiv zhvillimi në të ardhmen në vija të përgjithshme të ngjashëm me atë që ka mbizotruar 2 vitet e fundit. Pra një rritje ekonomike pranë potencialit, rreth nivelit 3.5-4%, një inflacion i cili do të rritej gradualisht drejt objektivit 3% të Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2026. Ky skenar i Bankës së Shqipërisë për ekonominë vendase për vitin 2026 rrezikon të mos përmbushet për shkak të konfliktit në lindjen e mesme. Vendi duket se po shkon drejt një krize të re për shkak të luhatjes së tregut të naftës, që do të rrisë çmimet për produkte e shërbime dhe do të frenojë rritjen ekonomike. Jemi përballë potencialisht një goditje oferte e cila është e ngjashme me atë që pasoi konfliktin ushtarak në Ukrainë, goditje e cila gjithmonë nëse do të intensifikohet dhe do të vazhdoj të jetë prezente, do të ketë presion për rritje të çmimeve dhe po ashtu potencialisht do të ushtrojë presion edhe për frenim të ritmit të rritjes ekonomike gjatë vitit 2026 dhe potencialisht edhe në vazhdim. Megjithatë, Banka Qendrore thotë se situata është ende e paqartë dhe për këtë arsye në mbledhjen e fundit u vendos që norma baze e interesit për lekun të mos ndryshojë. Konkluzioni i përgjithshëm është që për momentin aktual është pothuajse në kufite të pamundurës gjenerimi i projeksioneve të bindshme mbi të ardhmen, mbi ndikimin që këto do të kenë të paktën në aspektin sasior mbi ekonominë shqiptare. Dhe në këto arsye, në këto kushte, për sa kohë është e pamundur të ndërtohen skenar ende të besueshëm zhvillimesh në të ardhmen, është po ashtu e arsyeshme që të mos lëvizet me qëndrimin e politikës monetare. Dëshiroj të theksoj që në fillim të muajit maj, Banka e Shqipërisë do të rimarrë edhe një herë në shqyrtim qëndrimin e politikës monetare. Në vitin 2025, Shqipëria importoi 740.000 ton naftë me burimin kryesor nga Arabia Saudite dhe me një faturë importi prej 667 milion eurosh.